A ke menduar ndonjëherë pse Genghis Khan vishte luftëtarët e tij me mëndafsh? Jo për luks, por për shkak se mëndafshi mbronte luftëtarët e tij në fushbetej dhe ata ishin shumë herë më të lehtë se sa me një armaturë. Po, mëndafshi ndalonte shiqetën dhe për mijëra vite ka qenë më shumë se një pëlhurë, ka qenë një monedhë dhe një simbol pushteti, një sekret që ndryshoi botën. Mëndafshi lindi në Kinë dhe u bë arsyeja pse një nga rrugët më të famshme u ndërtua në histori. Rruga e mëndafshit, ajo që lidhte Azinë me Europën. Për vite, mëndafshi nuk u përdor vetëm për veshje mbretërore, por u përdor si monedhë për shkak se vlente dhe më shumë se ari. Çdo centimetër i tij ka nevojë për mijëra fijëzime dhe prodhohet nga krimbi i mëndafshit. Një proces i ndërlikuar që ka nevojë për shumë krah pune dhe njëkohësisht një punë perfekte. Dhe ja, pse mëndafshi është i vetmi material që merr frymë me trupin tënd. Ruan temperaturën dhe ndihmon lëkurën të qëndrojë freskët dhe shëndetshme. Sot mëndafshi është ende pëlhura e perandorëve, por shumë pak e veshin. Te prive do të gjeni produkte mëndafshi nga shtëpitë më të famshme të modës. Ju përshëndesim miq.